Përshëndetje, mirë se rikthehet në një vlog tjetër. Po filloj vlogun sot që është data 12 shkurt. Po, 12 shkurt. Me datë 16 shkurt nisemi për Shqipëri, se me datë 17 kemi 15 ditër në kurshës. Fillova vlogun sot sepse nuk e di se sa do filmoj në Shqipëri, doja të filmoj edhe diçka para se të nisa. Dhe kaq, ora është 3:05 minuta. Isha nuk të harroj që e kam filluar vlogun që të bëj, të themi, çdo ditë deri në momentin që të nisem për Shqipëri. Sepse kam një muaj që nuk bëj vlog, nuk bëj me vlog, se kam qenë shumë e zënë një me shkollën. Jo, s'kam pas edhe gjëra për të treguar, sepse kam qenë shkollë, shtëpi. Kështu që dhe me gjëra shtëpie nuk jam marrë ose tjerë, kështu që një gjë që do të thoja është që kam lënë një rimel të ri nga L'Oreali, e kisha provuar kushurirës vitin e kaluar, prap në shkurt, e më pëlqeu goxha dhe mbas një viti e mora sepse me bilini im më harroj e bëj, po nuk është keq, vetëm se javën e kaluar kam bërë si e kanë emrin ato, shërbikat falso, po të vogla me çufeti. Edhe nuk ishte në gjë kush e di si qa, se mi prishi, dhe i majta një javë se s'kisha rimel. Edhe thjesht portoja t'i hisha dhe i majta një javë. Dhe kështu, nesër është e premte të thoja, kthehem prap këtu sepse isha shumë komode. Nuk e di a ngjohesh i ngjohesh? Nuk e di a ngjohesh i Nuk e di a ngjohesh i zhurm, por ishte Franky që jep bezdi ande nga kuzhina. Dhe po bënte detyrat dhe prandaj. Nuk e di, ndihem shumë një clean girl, kështu me këtë flokët, çik mesi herë. I çik kështu, nuk e di, më ka dalur dhe 700 putra, dhe dyja poshtë, kjo këtu. Jam i çik kot, nuk e marr vesh pse. Të dielën bëra një maskë dhe nuk e kisha të gjitha këta. Kisha kët edhe kët. Kjo më është bërë kore, kurse këto të dyja se di. Mama i thot mos i numëro se shtohen edhe unë bëja t'ju numëru. Nejse. Ula këtu që t'ju tregoj gjën më të fundit që kam bler. Janë kufjet që kam tani dhe shqyr mund t'i përdor kufje që të flas, sepse si që thash do nisem për Shqipëri të hënën. Edhe nuk e di sa do bëj video, por thjesht ajo fakti që do bëj një video. Nuk kam për ta bërë asnjëherë, sepse kam shumë turp kur do të bëj gjërat me njerëzit. Unë kam turp të bëj video kur jam shpri me shtëpistime, mamin, babin, vllai, se ndihem shumë në siklet. Por nuk e di. Një nga pikat e 2026 që kam është të heq këtë turpin që kam. Prandaj mora kufjet që mos të ndihen shumë gjëra nga jashtë. Pse kam bërë thojt, mi ka bërë Tezja. Duket se edhe ke vlogu që kam bërë para këtit, e kam thënë që thojt mi ka bërë Tezja, nuk e di. Thjesht më ka rënë kjo, edhe të dielën thash ta bëj. Nëse s'do bëj, do ngel shumë keq, dhe pse do kisha dëshirë t'i bëja në Shqipëri, por nuk e di. Edhe kam marrë këto kufje, sepse kufje që kisha unë nuk ngjoheshin shumë keq. Edhe gjëja tjetër që kishin është që mezi ngjoheshe, do t'i mbaja shumë kështu, se këto i mbaj kastile kështu, se po t'i mbaj poshtë më bien. Kështu po i mbajta kështu, janë okay, dhe janë AirPods 4 dhe janë kështu të vogla fare. Unë i kam tashi në vesh, po janë mega të vogla, edhe duhet të ordinoj case-in e kësaj. Pastaj, ky është rimeli të L'Orealit që kam këtu, edhe ka këtë skovolinin kështu, është shumë i mirë, mua më pëlqen goxha, thjesht e thash që qërpikët e mia janë të dëmtuara nga ato qërpikët e
So, pastaj, një gjë tjetër që kam ble të re, të kohët e fundit, është concealeri i Astrës. Kjo është numri 03C. 03C. Është shumë i mirë, mua më pëlqen goxha sepse është shumë coverage. Coverage? Jo, këtu është kujnë italisht. Edhe është kështu, nuk është një ngjyrë shumë si portokall, nuk është darkë shumë i bardhë, sepse unë kam një tjetër të Maybelline që është shumë portokall. Pastaj, nuk kanë marruar gjëra, po, është kjo gjëra tjetër, i esencit, mua më pëlqen goxha ky, unë ta bleja, po, thjesht, nuk isha mbushur akoma mendja, kisha thënë jo, po, mbase nuk është një gjë e mirë, isha gjik titubante, edhe në fund fare zgjodha ta merja, mami më tha nëse do merje, mos ngel pishmanç, mos ta marrësh, edhe unë e mora. Kjo kushtonte 4 euro ca, edhe është goxha e mirë, më pëlqen e jep atë e jep atë sensin sikur ke marrë diell, thuhet? Nuk e di. Gjithsesi e marrë vesh. Pastaj nuk besoj se kam marrë gjëra të tjera. Vabbè, një gjë që nuk është importante shumë është kokë karikusi për iPadin. Edhe kaq, sepse gjëra të tjera i kam marrë shumë kohë para, për shembull kam marrë këtë që është gjeli për vetullat, ose kam marrë edhe, po, nuk e di ku e kam, nuk e kam ma berin ku e kam, por është një gjë për vetullat, kështu Tattoo Brow e ka emrin të Maybelline-it më duket, edhe është super wow, thjesht është çik shumë i errët. Serumin të The Ordinaryt, që është e kam bler unë, e kam pas, kam një vit e ca që kam, edhe është ky me niacinamid 10% plus zink 1%. Ky ka kushtuar rreth 8 euro. Mos u gaboj, 8 euro fix. Kurse për pjesën se kjo ishin make-up, jo skincare, jo këtë, jo atë, kam marrë dhe për flokët gjyra të reja. E parë gjë është ky serumi me rozmarin të Actionit, e kam vlerë në Action. Dhe do ta përdor pastaj sepse sot është ditë larje flokësh, nuk duket shumë sepse nuk janë ndaj shumë të pista, por kam marrë një serum, nuk është serum, janë ampulat e Fitos që përdoren mbas larjes, edhe la flokët me fjalë, dhe para se ti thash vjen këto. Janë këto, vogla, kanë dhe këtë people e themi që t'ja fusosh këtu dhe ta kthesh dhe t'i bish. S'ka kështu. Edhe është shumë wow. Tani, shumë wow nuk e di se unë e kam përdorur vetëm një herë. Sot dhe përdor një herë tjetër, edhe prandaj thash të nisja vlogun që sot që të shifnim se si ashtu. Dhe në tjetër që bie ti live vlogu duhet jetë të shtunën. Pastaj kalojmë te kjo. Tashi, kjo është një serum, jo, një krem, nuk e di, do të thënë sot. Kjo është një krem për rrahjet e syut, jo, si thuhet këtë pjesë e poshtë, nuk e di se mendoj se është rrahjet e syut, por rrahjet nuk janë, se marrë që nuk e di, gjithsesi, te kjo pjesë e poshtë syve vetë, është nga Garnieri, 4% vitamin C, niacinamid, kafein dhe banane powder. Banana powder. Qa është? Plur banane? Eye cream. Edhe është kështu, këte kam ble ke Lidi, dhe herë dzirë këto perlat, kështu. Dzirë këto gjërat me një çmim, për shembull, kjo ka qenë 8 euro e kam pagu 6. Këto çmimet kështu çik crazy. Edhe kështu, këto kanë qenë të gjitha, kurse bashkë me Fiton, kjo është shampoja, është e njëjta linjë si ampulat, edhe është shumë i mirë. Mua më pëlqeu shumë mega ultra, sepse mi la flokët shumë të buta.
se mi la fine sikur se kisha dalë nga parukieri dhe kështu për dhe 2 ditët e tjera deri sot. Edhe sot vazhdojnë dhe janë të buta, po thjesht janë, si thuhet, janë anëduar, janë lidhur njëra me tjetrën edhe nuk kanë atë bukurinë siç e kanë pasur ditën e parë. Ditën e parë ishin sikur kisha dalë nga parukieri on njerëz. Nuk e di, u kam bërë shumë mirë, më pëlqeu shumë. Mos gaboj, kjo ka kushtuar 11, kurse ampulat 40. Por ja kanë blet lekët. Ampulat nuk e di sepse një kanë përdorur vetëm të hënën, kështu që kurse kjo që në momentin e parë që edhe erën e ka shumë të mirë, se nuk e ka shumë të rëndë, dhe ka si një sapun acid. Që në sensu, sapun acido, bielafi, po shumë e mirë, shumë delikat. Pastaj, prap nga Fito, janë dhe integratorët. Këto janë e njëjta linjë, thjesht se nuk e kanë atë ngjyrën Leila sepse integratorët janë ndryshe. Edhe janë kështu kokra të vogla. Ditën e parë që i mora të dyja, sepse do të merren 2, i volla. Kështu që mami tha merr një, mësoj trupin me një, dhe pastaj është avash filloj me 2. Po janë goxha të mira, thjesht kanë një gjë shumë të keqe që kanë njerëz shumë të rëndë dhe shumë të çfifët. Prandaj kam parë ca taks në TikTok, nuk e di si thuhen, ca konsili, nuk e di si thuhen, për t'i pirë, edhe thonë që t'i nxjerrësh 10 minuta çerekore para se t'i pish, që t'i ikë ajo era e çfifët dhe shia, sepse shia është nuk e di, një çfifje totale. Edhe janë për flok edhe për thaj. Si thuhet, zhvillojnë rritjen, forcën edhe volumin të thojve dhe të flokëve. Edhe është mak franceze. 2000 years later. Lava flokët, ora është 10 e ca. Edhe së mbarova dhe po vej ampulat. Që vejnë kështu, me që kjo rrotullohet kështu. Okej, po pije një ca dhe thjesht shtypet me këtë kështu, nuk e skalpi. Pastaj masazhohet. Një të bëj pak skincare. Ka bler fytyrën me detergjent. Tash do t'i vej serumin detergjinarit edhe pak krem, pak të flutur. Që ju tregova që parë. Three days later. Jemi keni një Serenës dhe Irenës. E kjo është shusha ime Mena. Shusha ime Mena. Ora është 2 natës. Edhe bash këto frigorifer. Dhe tani do të haj një. Unë si kam qef këto.
është data 15. Është data 15. Edhe është ora 1, 2, nuk e di. Por duhet bëj gati rrobat. Nuk e di çfarë rroba është të marrë, nuk e kam aber. E di që nesër në orën 7 nuk e do shkem të shohim filmin e Kiarës dhe Luizit, kështu që nuk e di që të vesh. Nuk e di as çfarë këpucësh të marr me vete, çfarë të marr, nuk di asnjë gjë. Po i gati çantën. Kjo është çanta ime që përdor gjithmonë. Edhe tash do vinkset duhen e kurosur, kështu që do t'i lej jashtë e do fus përpara gjërat e tjera. Tash gjëra e parë që do fus është kjo golfi, që është i bardhë. Edhe këtë golfin më saktë është pullover se sa golf, po hajt varja. Edhe do t'i si thuaj, do t'i pjegoj, jo, do t'i palos, po, kështu që të më nxenë, sepse janë dy ballaber. Kapet, që do lej këtu, se nuk më duen për nesër mëngjes. Që me futur i lashë gjërat, edhe këtë që është parfumi Victoria's Secretit, që do t'a vej këtu, tani që është akome hapur, po s'ka gjë. Pastaj kam këto jeanset, që janë kështu, arrisin deri te kjo pjesa këtu e këmbës, nuk arrisin deri në fund fare, edhe këto do t'i palos 2 herë, kështu, që të nxejnë këtu, sepse jeanset janë gjithmonë halli im i madh, sepse unë des për jeanset është veshja ime e preferuar. Kurse tu anash kam vend për pjastrën, që nga është dole flokët pastaj do të përdor. Kjo është që nuk duken fare, po më çmen. Spostova kamerën këtu, jo se ndryshon ai që s'ka asnjë ndryshim, se këtu kam dritën mbrapa, kështu që është kështu. Dhe bëra gjitha gjërat. Tash më mungon këto jeanset këtu, që ju tregova çfarë. Pasi kam dhe shallin, po shallin do ta vej, kështu që do ta lej këtu jashtë. Gjithmonë me këtë kardiganin shumë të ngrohët, u lava. Kam flokët shumë të buta dhe kam bërë gati çantë. Tash do t'ju tregoj gjërat e fundit që kam futur. Kjo është si duket çanta. Këtu bëra jeanset të e kurosura, këtu një këmish. Këtu poshtë kam bërë gjërat e tjera, kam bërë dhe pjasë se nuk e përdora në fund fare, dhe çantën me gjërat. The next day. Jemi në Shqipëri. Ja, dhe si janë flokët, i preva, kam deri këtu. Janë pari, kështu me fjalë, 3 mbrapa. Preva dhe pak ballukës, se më vishin shumë në sy, më vishin këtu. Që preva pak, këtu i kam lënë një çik më gjata, edhe këti kushtin mes më të shkurtra. Edhe shumë mirë, outfiti ditës nuk jo kam treguar, por janë pantalonat të zeni kështu të gjata, këtë felpën edhe bluze me mëngë të shkurtra. Të bardhë. 2000 years later. Ora është 5 i qerek, edhe neve po shkojmë ke skejtarit. Megi në njifni, new people, jo, new guest është Luli. O Luli, po dilo burr. O Luli, po tashi o vlla. Okej, Lulin e kemi të turpshme. Lulin e kemi të turpshme. Outfiti im për tani është ky golf jeanset e Megit, çanta që ka bler Tezja, aksat të zeza dhe pallton kaf. Ata shi të tregoj vajzat. Okej. Megi? Këmish, pullover, jeansa, çete, xhup, çan. Okej. Luli? Luli ka vesh këpucë, jeanse, golf, palto edhe bisht. Atëre, me që Luli nuk do, sepse është
Një vajzë e keqe. Jo, është një vajzë që shkon në një universitet serioz. Do shkoj në një universitet serioz. Edhe Autobusi by the way. Erdhi autobusi. Iku autobusi. Tash ne vetëm marrim autobus. Si Autobus, jo, autobus. Autobus. Ja rova, e s'ka gjë. Kam këtë që më mbulon. Luli do bëj një universitet dhe nuk do të dalë të video im për YouTube. Ti do të dalësh? Bëjmë të gjithë universitetin. Patjetër. Lulin më gjithë Gracie më Luli, dil me të talmën të vlogu im. Faturina. Një Luli. Lol, Jam sekretare. Lol, zeme. Luli te kamera, po jemi në qendër tani, sepse Gracie po mbërdhit. Sinistra. E di mami, e di se në Tiranë. Lindur e rritur jam. Anyways, Megim say hi. Prit. Edhe herë. Ja, sepse nesër është pavarësia e Kosovës. Për njerëzit e paditur që se ti. 17 shkurt 2008. Këto ishin për Shën Valentinit, sa cute. Ne jemi ke Sky Toweri. Kjo është pamja. Këtu lëviz shumë avash. Këtu kemi Lulin. Këtu kemi Megin. Edhe pastaj po filmoj unë. Nuk e di sa ngjohet. Ka dhe i qik muzikë dhe po flas shumë afër fotokamerës. Shqipni qik Megin, mashallah. Atëherë morëm të koktejlin, kjo është shumë i mirë, do t'i jepja 8 nga 10. Mashallah, sa të ju kurna, ka dalë Megin. Ju sa do jepje 9 nga 100 nga 10-a? Sa pik 68. Meg 10. Meg ju u dashuru dhe ju tregoj për pamjen sepse po kthehemi. Mbarua. Experience 1 nga 10. Unë 1 nga 10. Nga 110-a. Nga 110-a, jo 1 nga 10. Nga 110-a unë jap 9. 9 sepse nuk më pëlqen fakti që rrotulloheshin kaq bash. Prisni njerëz ta. Do dalim nga ascensori dhe të bëjnë dhe gocë vendime të veta. Të rrim këtu apo dalim? Dakord. Okej, dola. Megi nga 110-a sa jep? Unë i vetë 10 ishte gjë perfekte. Lol? Okej, prit. 9.56. Po pse jep të kështu nuk e kuptoj. Ashtu e lirë. Okej, edhe shumë. Është në tregoj një xhaxh. Ai xhaxhi po çfarë ka emrin e klarinet? Po i bie klarinetës. Jemi tek Kinemia. Po fillon zhurmë. Ja reklamat. Edhe yes. Mirë mëngjes. Ora është 9:24, sa e pash. Edhe shkojmë të marrim autobusin. Tegim në qendër ke Mosheria. Dhe jam me Megi se Luli ishte në shtëpi. Si gjithmonë ka muzikë dhe flas me mikrofon në gojë pothuajse. Jemi ke Mosheria në blok, jo, në qendër, tallem. O më falni njerëz. Ajo, aty jashtë është pamja, makina, ka qipsi, po s'ka gjë, morëm cheesecake Lotus edhe çfarë ishte? Fredocino me karamel. Edhe jemi këtu. Edhe jemi shik si pa qef se koha është do si do.
kemi filmuar asgjë sepse kishte muzikë o vlla, e do më vin copyright edhe këtë herë tjetër dhe unë nuk dua të pagoj copyright se nuk kam lek. Nuk kam lek. Shta ju gjë muzikës, si kur vjen muzika. Edhe kështu, do shkoj të bëj thojt, ja dhe thojt. Po editoja videon edhe thjesht kam parë që nuk kam filmuar fare dje, se dita fundit, jo rumu, jo gjërat e fundit për të bërë. Edhe prandaj jam në shtëpi tani dhe klipet që mungojnë për shpjegime, për gjëra, do t'i shihni tani. Siç po thoja, këto janë thojt, i bëra kështu në formë balerine, nuk janë të gjata shumë, edhe janë ngjyrë akulli. Kam bërë kështu sepse mua kjo gjë më pëlqen shumë edhe është shumë minimale, edhe nuk më bajat. Edhe kam qefti ma edhe për ditëlindje. Ditëlindja im është me 9 mars, për sa javë, nuk di që akoma, nuk di akoma që të bëj. Edhe kështu. Ja të kem këtu për mbylljen e këtij vlogu të pambaruar. Nuk e di. Ky është vlogu i tretë që do publikoj mas 1 muaj dhe është një vlog, nuk e di, i gjatë pafund. Por t'i ndaja do ishte shumë kohë sepse do ishin 2 video shumë fare të shkurtra dhe për mendimin tim nuk ja vlente. Nuk e di. Kaq. Dhe them t'ju lej këtu. Shpresoj shumë që video t'ju ketë pëlqyer sepse besoj se ka qenë një nga vlogjet që unë kam bërë më të mira, dhe pse kam bërë vlogë pafund që nuk kam publikuar asnjëherë për turpit. Edhe besoj se ky ka qenë një ndër më të mirët, se kam bërë dhe shumë gjëra dhe jam shumë e lumtur dhe jam shumë e fat që kam dhe mamin dhe babin që më mundsojnë gjitha këto gjëra që unë bëj, sepse vetë nuk i bëj dot. Pavarësisht gallatave dhe gjërat, fal atyre i bëj gjitha këto gjërat, fal atyre është mundësia që unë po bëj këto videot, është mundësia që të shkojmë, të kthehemi, të bëjmë dhe jo thjesht udhëtimet në Shqipëri, po edhe udhëtimet të tjera, ose gjithë këto experience që kemi bërë bashkë. Edhe shumë, shpresoj shumë të ketë pëlqyer ky video, sepse kam bërë me shumë dashuri. Nuk është se tjerët nuk i kam bërë me dashuri, po dje që një vlog aq i madh, aq i gjatë, me shumë klipe, shumë gjëra, duhet të ketë shumë pasion mbrapa. Edhe kaq. Komentoni çka keni dëshirë të shihni, se unë vetëm vlogje më vjen për të bërë, nuk më vjen të bëj gjëra të tjera, po gjithsesi. Unë ju puth edhe shihemi ke video radhës. Pafshim!